Përshëndetje të dashur miq, tu kam sjell lazanje pa glutine, me miell grano saraceno, miell thekre pa glutine, 100 gram miell, një kokorrez. Nuk është se dalin të shishme si ato që përgatita më parë, por përshëndetin janë të mira. E rrafim mirë, kjo dojnë çik punë, çik durim, duke lagur edhe duart, se ky lloj mielli dojnë çik ujë. Edhe duke lagur duar, duke e shtypur me duar, e spërkasim pak me miell pa glutine dhe japim formën. E hapim me një matarello, me një oklaj, me pak durim siç thash. E presim me rrypa, nuk është se dalin, domethënë forma e bukur, por nuk ka rëndësi, mjafton që të jetë e shishme, ja kështu në këtë mënyrë, në një tenxhere me ujë me pak krip, i japim një val derisa të dalin petat në sipërfaqe. I hedhim në ujë të ftohtë me kupi kakulli dhe vendosim në një pecet që të thahen. Ja kështu. Dhe fillojmë e shtrojmë. Një shtres me beshamela edhe ragu, edhe një shtres me peta. Këtë recetën e beshamelës dhe të mishit e keni të postuar më parë, me djatë parmigiano, dhe i sa të mbaroj gjithë përbërësit, vazhdojmë procesin. Një shtres peta dhe një shtres me përbërësit, me beshamela edhe ragu dhe djatë parmigiano. Direkt në furrë me lazanjit e tjera, 180 gradë, 190 gradë për gati 1 orë. Ky është rezultati. Ju përshëndes.